Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Në forumin ekonomik të Davosit u themelua zyrtarisht Bordi i Paqes si një organizatë ndërkombëtare. Udhëheqësit dhe përfaqësuesit e shteteve, pjesë e tij, firmosën me radhë së bashku me presidentin amerikan Donald Trump. 19 firmëtarët e marrëveshjes ishin Bahreini, Maroku, Argjentina, Armenia, Azerbajxhani, Bullgaria, Hungaria, Indonezia, Jordania, Kazakistani, Kosova, Pakistani, Paraguay, Katari, Arabia Saudite, Turqia, Emiratet e Bashkuara Arabe, Uzbekistani dhe Mongolia. Ndërkaq presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ishte e pranishme së bashku me lider të tjerë botror në ceremoninë e nënshkrimit të Bordit të Paqes. Edhe Shqipëria ka pranuar ftesën e Trump për të qenë pjesë e bordit, por kryeministri Rama nuk ishte i pranishëm. Kryeministri Edi Rama sqaroi mungesën e tij në Davos të Zvicrës ku firmos marrëveshje e Bordit të Paqes me presidentin e SBA-s Donald Trump. Duke ju përgjigjur pyetjeve të deputetëve të opozitës, Rama tha se mungesa e tij është bërë me mirëkuptim me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në fakt unë duhet bëja një zgjedhje midis ti përgjigjesha ftesës së babait apo të mikprisja vajzën këtu në Shqipëri. Edhe zgjodha vajzën. Dhe natyrisht që vajzën e zgjodha me lejen e babait. Ministri e Punëve të Jashtme Lisa Spiropali ka cilësuar si nder, por dhe përgjegjësisht shtetërore ftesën e presidentit amerikan Donald Trump që Shqipëria të jetë antare themeluese e Bordit të Paqes për Gazën. Në fjalën e saj në Kuvend, Spiropali u shpreh se Shqipëria ka treguar se është partner strategjik i SBA-s. Ftesa që kemi sot përpara është një nga përgjigjet, ndoshta nga më të qartat ndaj këtij perceptimi. Sepse vendet e vogla nuk bëhen të rëndësishme nga matësia e tyre në hartë, por nga besimi që krijojnë. Dhe ky besim është ndërtuar me autenticitet, me punë, me qëndrueshmëri dhe me një diplomaci që ka ditur të jetë e pranishme aty ku duhet. Ministria e Punëve të Jashtme shtoi se antarësimi i Shqipërisë në Bordin e Paqes nuk sjell kosto për vendin apo cënim të sovranitetit. Sipas saj, Shqipëria e pranoi këtë ftesë si përgjegjësi shtetërore për paqen. Bashkimi Evropian është destinacioni ynë i brendshëm, ndërsa politika jone jashtme është ndërtuar mbi marrëdhënien strategjike edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mbi përgjegjësinë tonë për arkitekturën e sigurisë ndërkombëtare. Bordi i Paqes nuk është alternativë ndaj Bashkimit Evropian dhe nuk është strukturë integrimi. As nuk është alternativë ndaj multilateralizmit tek i cili besojmë fort. Është një mekanizëm ndërkombëtar për ndërtimin dhe menaxhimin e paqes në një botë që po ndryshon shumë shpejt. Shqipëria nuk hyn në të për të zëvendësuar asgjë, por për të kontribuar aty ku ka besim dhe përgjegjësi. Donald Trump premton sukses në Gaza. Ai shtoi se pjesëmarrës në Bordin e Paqes janë kryesisht liderët e vendeve që e pëlqejnë atë, teksa tha më tej se të gjithë shtetet që kanë marrë ftesë mund të bëhen pjesë. Donald Trump është shprehur se mendonte se paqja në Ukrainë ishte shumë afër. Sipas medjave të huaja komentet e Trump, ai bëri sapo u largua nga prezantimi i Bordit të Paqes në Davos. Siç e dini, unë dhe presidenti Zelenski do ta diskutojmë këtë. Do takohemi me presidentin sot ose nesër dhe njerëzit do të shkojnë atje dhe mendoj se po i afrohen paqes. Shumë njerëz po vriten, duhet ta bëjmë, tha mes të tjerash Donald Trump. Dhëndri i presidentit Donald Trump, Jared Kushner, personi ky në ndërmjetësimin e planit të paqes për Gazën, zbuloi masterplanin për të ardhmen. Zbatimi sipas tij do të ndodhë në disa faze, duke përfshirë strehim për fuqinë punëtore, 100% punësim dhe mundësi për të gjithë. Për Jared Kushner, antarët e bordit kanë aftësi të ndërtojnë qytete për 2 apo 3 milion njerëz për 3 vjet. Pra, gjëra si kjo janë plotësisht e realizueshme nëse e bëjmë të ndodhë. The war's over. Let's do our best to try working together. Our goal here is peace between Israel and the Palestinian people. Everyone wants to live peacefully. Everyone wants to live with dignity. Let's put our efforts towards promoting those who are doing the work to build this up. Mendoj se lufta ka mbaruar. Le të bëjmë të mirën për të punuar së bashku. Qëllimi ynë këtu është paqja mes Izraelit dhe popullit palestinez. Të gjithë duan të jetojnë në paqe, të gjithë duan të jetojnë me dinjitet. Le të përqendrojmë përpjekjet tona në mbështetjen e tyre që po bëjnë punën për ta ndërtuar këtë, deklaroi Jared Kushner. 24 orë pas vendimit të qeverisë, shumica socialiste miratoi me 84 vota pro miratimin me procedurë të përshpejtuar të marrëveshjes për pjesëmarrje në Bordin e Paqes propozuar nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Në emër të shumicës në pushtet, kreu i grupit parlamentar të socialistëve Tauland Balla u bëri thirrje deputetëve për të miratuar marrëveshjen në votim me procedurë të përshpejtuar, duke e cilësuar si historike ftesën e SBA-s. Kjo ftesë përbën një vlerësim të drejtë për drejtë, ndërkombëtar, për rolin konstruktiv dhe shumë besueshëm të Shqipërisë sonte përbashkët dhe shënon një moment
të paprecedent pozitiv ku vendi ynë shihet si një aktor që kontribon në zgjidhje të rëndësishme globale për paqen e jo thjesht si dikur një pjesë periferike e tyre. Ndër të tjera, Balla tha se Shqipëria nuk ka më një rol vëzhgues në konflikte ndërkombëtare, por është e gatshme të marrë pjesë në zgjidhjen konkrete të çështjeve të ndjeshme. Nuk e gjej dot shpjegimin përse duhen thënë, ndërkohë që Karta garanton se asnjë shtet nuk e humbet sovranitetin e tij, asnjë detyrim nuk i imponohet Shqipërisë në rastin ton pa pëlqimin e shtetit antar dhe pjesëmarrja në misione është vullnetare, edhe financimi është vullnetar. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi kritikoi mazhorancën dhe kryeministrin Edi Rama për mos koherencë referuar faktit që presidenti i SBA-s Donald Trump konsiderohet si njeri që po përpiqet të bëjë paqe në botë, ndërkohë që Rama më parë e ka quajtur si turpi i njerëzimit, ndërsa akuzoi kryeministrin se nuk ka thënë të vërtetën kur deklaroi se Shqipëria është i vetmi vend në Ballkan i ftuar për të marrë pjesë në këtë projekt. Në emër të demokratëve, Bardhi kërkoi sqarime dhe për nxitimin e miratimit të vendimit të qeverisë. Dhe parafolë si kishte detyrimin të kërkonte edhe një tjetër ndjes, që herës tjetër u ngrit këtu dhe bëri propagandë, sikur ai që i ka thënë presidentit Trump turpi i njerëzimit ishte i vetmi lider në Ballkan që ishte ftuar të bëheshe pjesë e bordit paqes. Dhe u detyrua presidenti e Kosovës ta nxirrte ashtu siç është, gënjeshtar, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin ftuar në këtë bord Shqipërinë dhe Kosovën për shkak të rolit të jashtëzakonshëm që ka kombion jo thjesht në paqen Ballkan, por në paqen në Europë dhe më gjërë. Një organizatë ndërkombëtare me mision për të ushtruar funksionet të ndërtimit të paqes, stabilitetit dhe rindërtimit në territoret të prekura nga konflikti në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe dispozitat e kartës së saj themeluese. Antarësimi në bord nga shtetet anëtare realizohet nëpërmjet ftesës nga kryetari dhe njoftimit formal të pëlqimit për të qenë të lidhur. Karta e bordit të paqes garanton ruajtjen e sovranitetit të shteteve anëtare, duke parashikuar se asnjë dispozitë e saj nuk i jep bordit jurisdiksion brenda territorit të një shteti anëtar, dhe as nuk e detyron një shtet anëtar të marrë pjesë në një mision specifik ndërtimi për paqe pa pëlqimin e shprehur të shtetit. Çdo shtet anëtar ka një mandat 3 vjeçar nga data e hyrjes në fuqi të kartës, subjekt i rinovimit nga kryetari i bordit të paqes. Ky afat 3 vjeçar nuk zbatohet për shtetet anëtare të cilat kontribuojnë më shumë se $1 miliard amerikan në fonde monetare brenda vitit të parë nga hyrja në fuqi e kartës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump kritikoi Europën gjatë fjalës së tij në Forumin Ekonomik Botror në Davos dhe kërkoi negociata të menjëhershme për blerjen e Groenlandës. Presidenti Trump theksoi se ishulli ka një rëndësi të veçantë për sigurinë strategjike kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe për sigurinë globale. Nuk do të arrijmë asgjë nëse nuk vendos të përdor forcë të tepërt, do të ishim të pandalshëm, por nuk do ta bëjmë këtë, u shpreh Trump. Ai kritikoi Danimarkën duke deklaruar se nuk ka asnjë shenjë të saj në ishull dhe se Kopenhageni po shpenzon më pak fonde se sa kishte premtuar për Groenlandën. Kryeministria daneze paralajmëroi se nuk mund të negociohet për sovranitetin e Groenlandës. Mette Frederiksen u shpreh se ka pasur komunikim të vazhdueshëm me sekretarin e NATO-s Mark Rutte. Ne mund të negociojmë për gjithçka politike, sigurinë, investimet, ekonominë, por nuk mund të negociojmë për sovranitetin ton. Jam informuar se ky nuk ka qenë rasti, deklaroi kryeministra daneze. Sipas saj, mbretëria e Danimarkës dëshiron të vazhdojë të angazhohet në një dialog konstruktiv me aleatët se si mund të forcojmë sigurinë arktik, përfshirë kupolën e artë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me kusht që ajo të bëhet duke respektuar integritetin territorial. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Antarët e Komitetit për Punë të Jashtme të Kongresit Amerikan miratuan projekt ligjin i cili do t'i kërkonte sekretarit amerikan të shtetit të përgatisë një raport gjithëpërfshirës lidhur me trajtimin e pakicave etnike në Shqipëri dhe posaçërisht të shqiptarëve etnik në luginën e Preshevës. I rise in support of my bill, the Preševo Valley Discrimination Assessment Act, which would bring much needed accountability and oversight to Serbia's treatment of its ethnic minorities. Excluding Russia's war against Ukraine, the Western Balkans remain the most unstable region in Europe. As chairman of the House Foreign Affairs Subcommittee on Europe, I led a hearing last month to promote balance in the Western Balkans.
Unë ngrihem në mbështetje të projektligjit tim për vlerësimin e aktit të diskriminimit në luginën e Preshevës, i cili do të sillte më shumë llogari dhënie dhe mbikëqyrje të nevojshme në trajtimin e pakicave etnike nga Serbia, duke përjashtuar luftën në Ukrainë, Ballkanin Perëndimor, mbetet rajoni më i paqëndrueshëm në Europë, deklaroi kongresisti republikan Keith Self. Me 43 vota pro, 3 kundër dhe asnjë abstenim, projektligji u miratua. Më pasaj do të raportohet në Komitetin për Punë të Jashtme i Dhomës së Përfaqësuesve dhe dërgohet për votim gjithë Dhomës së Përfaqësuesve. Në fund, projektligji duhet të miratohet nga Senati dhe të nënshkruhet nga presidenti amerikan Donald Trump. Politikanë shqiptarë në Serbi përshëndetën vendimin e Komitetit për avancimin e projektligjit. Shaib Kamberi, përfaqësuesi vetëm shqiptarëve në Kuvendin e Serbisë, shkroi në rrjetet sociale se ishte një betejë gjatë dhe e drejtë e kurorzuar me sukses. Shtetet e Bashkuara përkërkojnë përgjegjësi ligjore dhe politike nga Beogradi për diskriminimin sistematik të shqiptarëve në luginën e Preshevës. Kryetari e Preshevës, Ardita Sinani, e përshkroi vendimin e komitetit si mesazh i qartë për Beogradin. Kjo është ditë e rëndësishme për shqiptarët e luginës dhe sinjal se padrejtësia nuk është e përjetshme. Një betejë gjatë me durim, këmbgulje dhe besim, shkruan kryetari e komunës Preshevës. Ish komisioneri i Bashkimit Evropian Johannes Hahn deklaroi se nuk do të ketë asnjë lloj lëshimi në procesin antarësimit në Bashkimin Evropian dhe se të gjitha vendet kandidate, përfshirë Serbinë, duhet të përmbushin plotësisht standardet të BE-s. Në intervistë, Hahn tha se antarësimi në BE është një vendim shumë serioz, si për vendet kandidate ashtu dhe për vetë Unionin, duke theksuar se në rastin e Serbisë vazhdojnë të ekzistojnë shumë çështje të hapura. Ai jodhi poshtë idenë e pranimit të përshpejtuar të vendeve të Ballkanit Perëndimor në formë pakete, duke theksuar se procesi i zgjerimit është individual dhe bazohet në meritë dhe përmbushje konkrete të standardeve të Bashkimit Evropian. Kryeministri në detyrë Albin Kurti gjatë qëndrimit në Davos ku po mbahet Forumi Ekonomik Botror, tha se partnerëve ndërkombëtar dhe atyre potencial u kanë paraqitur mundësitë për investime në Kosovë, duke theksuar rolin e qeverisë si partnere besueshe stabilitetin institucional dhe potencialin ndërtimi të vendit. Ai theksoi se Kosova ofron mundësi unike për krijimin e degëve apo bizneseve të reja, duke qenë në zemër të rajonit e EMAS. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti në një intervistë televizive tha se nuk janë të interesuar që të jenë pjesë e qeverisë, por shtoi se janë të interesuar për tema të rëndësishme që ndikojnë drejt për drejt në jetën e qytetarëve. Ne nuk jemi të interesuar të jemi pjesë e qeverisë, sepse tani është bërë, që ta themi, goxha pazar në këto punë. Ne jemi të interesuar për tema të cilat ndikojnë drejt për së drejti në ruajtjen e stabilitetit të shtetit, tema të cilat ndikojnë drejt për së drejti në ruajtjen e raporteve të mira ndëretnike, për tema të cilat ndikojnë drejt për së drejti në përmirësimin e marrëdhënieve në shtetet fëmijë. Do të këta janë tema goxha të rëndësishme, janë tema që përfitojnë nga të gjithë qytetarët. Më tutje kreu i BDI-s theksoi se gjërat se si shkojnë tani nuk janë sinjale të mira, pasi ka pak kënaqësi të brendshme edhe tek shqiptarët. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.